I madhi Zot Allahu xhallal xhelalu në Kur'an në një ajet tjetër kur foli për ata që presin mbes dhe tradhtojnë, tha la'annahum, do t'i mallkojmë në botën tjetër. Po të mallkoj Zoti, ku ja shef hajrin vetes? E mos më thon pastaj që ky mallkim e përfshin njeriun dhe në jetën e kësaj bote. Dhe ne themi pastaj si s'ka bereqet puna, si s'ka hajër, si s'ka bekim, po lodhemi, po munohemi, paret po zejnë vend, jo po shnet, jo po kjo, jo po jo po kanceri, jo po ku e diun e tjerë, po normal më vlla. Është bërë rena ligj. Është bërë mashtrimi domosdoshmëri. Është bërë betimi për të shit malla, po për t'ia fut tjetrit Zot na ruaj, është bërë normalitet. E ku është bereqeti? Ku do ta hudhi Zoti i Madh bekimin? E në ajete të tjera dhe hadithe të tjera konsiderohet dhulm, pra padrejtësi. Po pse është padrejtësi? Po shumë e qartë se personi që lidh një marrëveshje, një kontratë me dikë, jep premtim, edhe ai tjetri jep premtim. Dhe në bazë të kësaj, gjithë secili mendon se çfarë fiton prej kësaj gjëje. Dhe në momentin që njëra prej palëve nuk i përmbahet, do thotë se ka bërë zullum, ka bërë padrejtësi. E pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, kujdes ta me zullumin dhe me padrejtësinë, se ditën e Kiametit shtohet dhe shumë fishohet.